Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Ne jemi sonte të nderuar vëllezër dhe motra në takimin e radhës. Jemi në surën Adh-Dhariyat. Kjo surë na ka marrë deri më tani 3 takime. Dhe sonte vazhdojmë tutje me surën Adh-Dhariyat, por sigurisht do të na mbetet edhe një takim me këtë surë për shkak se kjo surë përmban me të vërtetë kuptime thelbësore bazike e që nuk është mirë me i të i kalu me shpejtësi, ku ndoshta pa mjaftuar mundemi me edhe në kuptimin asaj që duhet ta kuptojmë. Kemi thënë të ndëruar të sura Adh-Dhariyat është nga surët e Mekës. Dhe këtu Allahu xhallahu ala ka përmendur me të vërtetë kuptime bazike, thelbësore, të rëndësishme për formimin e besimtarit dhe për ecurinë e tij në këtë dunjë dhe kalimin në botën tjetër. Këtu Allahu ka përmendur bazat e besimit, qëllimin e krijimit, ka përmendur Allahu azza wa jall cilësitë kryesore të besimtarëve që kanë përfituar nga besimi, si duken ata, si jetojnë ata, si veprojnë jetën e përditshme, që është shumë e rëndësishme, dhe ajo që është thelbësore dhe rëndësishme ka përmendur Allahu xhallahu ala pengesën kryesore që njerëzit për shkak të kësaj i shmangën udhëzimit. Dhe pengesa kryesore pse njerëzit i shmangën udhëzimit është problemi i rrezikut, furnizimit. Lakmia për rrezik më tepër e qërqasje e gabuar, pretendimi apo dilema se feja i privon nga mirësitë e kësaj dunjaje, u akufizon veprimtarinë dhe kënaqësitë, ka bërë që njerëzit me refuzu udhëzimin e Allahut te bareku teala. Andaj këtë qasje të gabuar me këtë kost të kaq të shtrajt që ka përmend Allahu xhallahu ala pasaj sa e kanë pagu këtë kosto në dunja me mallkim e në ahiret me dështim edhe zhgënjim e dënim, don kjo që ata kanë dhënë përparësi e shes se realisht ka qenë komplet e paqëndrueshme, ka qenë e gabuar. Për shkak se as besimin se morën, po as furnizimin nuk e shtuan, as lumturinë nuk e arritën. Prandaj dështim në të gjitha fushat. Dhe ajo që është më e keqe se kjo është se gjatë kohës ka menuar se janë duke u kënaqur. Janë duke e marrë atë që kanë kërkuar. Mirë po, moment caktuar kanë kuptuar se këtë ka qenë mashtrim, kanë qenë të manipuluar. Dhe kjo pastaj është a pjesa më e dhimbshme e dënimit. Kjo se të ndërua Zot e kemi përmendur se njerëzit e gjykimit po dënon në mënyrë fizike, duke prek zjarri lkurat e tyre, Allah na ruaj. Por ka dënim edhe psikologjik. Don kur ti e sheh për shembull se të kanë mashtruar, dhimbja e mashtrimit është më e madhe se presioni i dënimit. Dhimbja pse ke mujt me kundryshe, po të kanë rrajt, është më e madhe se ajo që je duke përjetuar nga dënimi. Prandaj Allahu te bareku teala edhe këtë formë dënimit u jep. Një nga ato është duke ekspozuar ka xheneti, duke i thënë këtu ka qenë vendi yt, për këtu je krijuar, po ja që humbe së kohët tashmë je këtu. Veç kur e sheh se çka ka hup dhe për çka ka hup është mjaftueshëm dënim. Mos dozë pasaj për dënimet e më të tjeshme që prekin edhe qenjen, Allah na ruaj, të jashtme po edhe të brendshme. Në surën Adh-Dhariyat këtu Allahu te bareku teala ka përmendur edhe përvojat e popujve mohues, sikur se kemi përmendur takimin e kaluar. Ka folë Allahu xhallahu ala për Ibrahimin alayhis salam, për Lutin alayhis salam, për popullin e Salihut, Hudin, popullin e Hudit, Adin, dhe gjithashtu të për Nuhin alayhis salam, për Musa alayhis salam. Dhe kjo lëndshmëri e trajtimeve në këtë sure në shërbim të një teme të caktuar është për neve mësim i madh. Të ndërua vëllezër, njerëzit në këtë botë patjetër kanë me fol për diçka, kanë me komuniku për diçka.
realisht, prej ka fillojnë muhabetit të njerëzve. Fillojnë nga ndonjë problem që e kanë. Fillojnë nga një ngjarje që ka ndodhur, nga një lajm që e kanë dëgjuar. Apo, nga për shembull një punë që duhet me bëu, nga një rrezik që i kanoset. Gjitha këtu janë burime që realisht njerëzit prej aty fillojnë muhabetet, fillojnë komunikimin. Pastaj shtohen debatet, diskutimet, muhabetet e kështu me radhë. Shikoni Allahu xhalla wala të ndërrua vëllazër, don këtë muhabeti ku po fillon e ku po mbaron, ku po fillon e ku po mbaron. Muhabeti po fillon te argumente e besimit, besimi në Allahun xhalla wala, pengesë e besimit, pasojat e mosbesimit, frytet e besimit, rafimet për pejgamberët, për popujt e tyre. Në këtu e nismat e muhabeteve, këtu e në temat që pastaj besimtarët vazhdojnë tutje diskutimet me dijen që e marrin nga shpallë Allahu xhallahu ala. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne këto temat e kësaj sure Dhariyat, po temat e sureve tjera, ti bëjmë piknisje të muhabeteve tona. Ndërsa temat e tjera të jenë periferike, të rastit, momentit, të jenë tema nga një herë, por jo bazike. Tek ne për shembull të ndërlozër, e shohim që temat që kanë karakter të besimit fetar, me këtë ato që përmena, zakonisht janë për shembull tema që ndëlidhen me situatë caktuar, të organizuar, me nej të protokolluar, vjen hoxha, flasim. Nuk është muhabet ditori joni, nuk është diskutim i zakonshëm i përditshëm. Është më zyrtar. Don diskutimet për fenë janë më zyrtare diçysh. Don flasim pak shkurt, rrallë, momente të caktuara kështu me radhë. Do temat e tjera janë zakonshme. Çka këtu bo, çallaf kanë të bo. Për shembull, çështë muhabet, e çka këtu po muhabet? Tani përmendëm një ngjarje, një rast, e komentuam këtë lajm, këtë politikë, këtë zhvillim çështë apo. Jo, duhet me qenë kem të muhabet për çka? Kem të muhabet për një problem të ibadetit, për një kuptim dersit, për këtë. Çka do të konë muhabeti i zakonshëm, i natyrshëm. Tjera do të konë muhabete që i flasim për të relaksuar pak, për të ndryshuar pak atmosferën që ti kthejmë prapë temave tona e kështu me radhë. Jo që temat e fesë esenciale, bazike, gjitha këto që Allahu xhallahu po e sill komplet aty në çështjen, me konë tema që ne i ngujna nders. Edhe ato një herë, ndoshta një jetën tonë ato. Kur para kësaj radhe e kënë dëgju koment në surën Dhariyat? Ndoshta kur një jetë tonë se ke nguar. Ndoshta e ke nguar një herë, ke harru kur një herë më. Çka ta përmendja? Kur të përfundojmë koment në surën Dhariyat, mas përfundimit, kur këmë qenë radha që kime mësu për surën Dhariyat, Allah alam. Ndoshta kur një jetë tonë më optën. Për shkak se po e kanë nguar optën. Do na e kuptojmë tefsirin e Kuranit, kuptimet e Kuranit, do më thonë si tema që kalujmë në për to. Por jo tema që ne jetojmë me to, jo tema që ne diskutojmë me to, jo tema që ne përmes tyre e organizojmë pastaj muhabetin ton, takimin ton, najen ton, pyetjet tona. Ne duhet temat e Kuranit të shndrohen në tema diskutimi, në opinione që ne me to mirëmi, që nga këto tema dalin pyetje, nga këto tema dalin probleme, nga këto tema dalin të diskutime, organizohen naja, nga temat e fjallës Allah xhallahu ala. Por jo që morëm kalume shkojmë, jo. A shika prapa dhe vazhdimësia do tjetë në kuptim tematik e ngjajshme me të parat, por më një qasje tash pak më ndryshe. E këtë do me t'jap ti me kuptu se nuk janë këto përsëritje, s'janë këto çështje këto që Allahu xhallahu ala pi flet pejgamberit edhe mur fund. Duhet më tepër seriozitet edhe përkushtim më i madh në kuptimin e asaj që Allahu e trajton, nga se Allahu e ka trajtuar. Allahu e ka përmend. E kur Allahu xhallahu ala flet për pejgambert, me të ngushton Muhammedin alayhi salatu wasallam. Por e ngushton blin për krejt, se nuk je veç ti, shiko përpara çka ka pasur, çush kanë jetuar, çush kanë kaluar, çush kanë refuzuar, çka ju ka ndodhur. Dhe pas kësaj Allahu rikthehet prapë në
argumente. Nga se problemi që e të në surja dhërjat o cëllë problem, besimin në Allahun, e para dhe e dyta besimin në ringjallje. Po, innama tu adun e lësadik, ku e në din e lewake. Allahu betohet që me dëvërtet, dite e logaritën s'ka me ndodhë. Pa tjetër, ajo vaki ka me bo, lewake, ka me ndodhë. Tash, problemet me këtë lajmë, se ka me ndodhë i da gjukimit, mes pohimit edhe mes mohimit, mes pranimit të argumenteve dhe manipulimit me argumente. Dhe Allahu prap kthehet në argumentim. Rikthimi në argumente të ndrudhëzër, masi që Allahu përmend popujt që janë shkatruar, çka tregon? Tregon mirësinë e Allahut ndaj njerëzve. Me që këta e pësuan, mos e pësoni ju pas tyne. Me që këta humbën, refuzuan, ju mos e bëni këtë. Mësim për Kurejshet, pastaj për këtë tjerë pas tyne. Kjo është kujdesi Allahut për njerëzve vëllezër. Ka mujtë të me përfundu, me përfundimin e popullit të Nuhit alayhis salam. Ja argumentet, ja përfundimi, edhe u kry. Prap për këtë argumente. Në prap shpalos argumente të reja, që pas atij dështimi, pas asoj humbje, mos e ndjekni të njëjtën përvojë. Mos e merrni tjetrin në rrugë. Ndryshoni, merrni mësim nga këto që ju ka ndodhur njerëzve. Pa e shikoni në botë të ndodhur sot. Cili është çmimi i mosbesimit? Cili është çmimi që po e paguon njëri sot për braktisën e udhëzimit të Allahut te barekuhu teala? Cili është çmimi? Kosto shumë i lartë. Shtrajt në dëm të njerëzit. Edhe për individin, edhe për familjen, edhe për shoqëritë, edhe për njerëzimin në përgjithësi. Andaj kosto i lartë, çmimi i lartë për çka? Për ballë çkafit, për ballë një lirie psharake. Kur që më shumë. Veç krejt beteja është që epshi tjetë i lirë. Njeriu tjetë Zoti që vendosë për vetën e tij, jo ai që e ka krijuar. Krejt beteja ç'to është? Pse do çka ki me Zotin tënd ti? Çfarë problemi ki me Zotin tënd? Që po dën mik nga udhëzimet e tij. E surja Dhariyat na sjell argumente për të na ndryshuar kahun e ikjes, që me ditë ka me ik, jo me ik prej Allahut, jo me ik prej të mirës, sikur se ka me cik, po me ik nga ngushtisët e errësirat e dunjas në dritën e Zotit, dhe në gjersinë e mëshirës dhe falës Allahut te barekuhu teala. Për këtë ikje, Allahu sill argumente. Çepse do të me ikte Allahu, çepse nuk duhesh me shku në këtë tim, po duhesh me shku në këtë tim. Dhe në vazhdimsi argumente. Edhe përvoja, edhe kujtim me begatit, gjitha këto, kjo lëdhshmëri, forcash, për me të këtuj ka Allahu te barekuhu teala, të regon kujdesin Allahut për njerin. Edhe gjithashtu të regon se njeriu sa fuqishëm mund tjetë i kthyer ka epshi, sa që veç Allahu i madh mund ta kthen, sa është problem me ndal nga ajo kënaqësi që e ka kaplu derisa të vijë vdekja. Prandaj nga kjo kupton se udhëzimi është veç në dorë të Allahut azza xal. Veç Allahu ka mundësi më udhëzu, s'ka mundësi kërkosh më udhëzu. E pamundshme është. Gjitha këto argumente dhe prap insistimi që njëjtën përvojë ta ndjek, njëjtin përvojë ta bën. Me çfarë logjike? Me argumente? Jo. Sigur se kemi përmend. Me çfarë argumente Kurajsht e Mekës ballavaçuan pejgamberin alayhis salam me çka? Me çka? Kënë me pa në vazhdim të jetëve, po këna pa dhe më herët. Sahir, Mejnun, çka janë këto argumente? Çka janë këto shpifje? Pse refuzuan? Për çka? Veç se u angushtoi pak shfrenimin, shturjen, u rregulloi prioritetet që ishin të pështjella, jetë kaotike, jetë pa qëllim. Refuzuan këtë për shkak se kostoje e braktisë së epshit ishte për ta shumë e madhe ato.
Veç për epsh. Veç për epsh. Dhe Allahu xhallahu ala prapë si argumente. Nga njerëz sikur se kemi cek argumente përmes negative, përmes përvojave, madje argumente duke shpërfaq fuqinë e Allahut te bareke ve teala. Was-samaa banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Pastaj Allahu xhallahu ala tha në vazhdim edhe qiellin was-samaa banaynaha e kemi ndërtuar. Shikoni përdorimin e qiellit disa në surën Dhariyat, që të regon madhështin e kësaj krijese, por edhe rëndësin e përdorimit të kësaj krijese për ta bin njeriun që t'i bindë Allahu te bareke ve teala. Was-samaa, qiellin Allahu xhallahu përmend. E kur thot për qiellin, përmendet në forma të ndryshme në Kur'an. Përmendet se qiellin e kemi krijuar. Në Allahu te bareke ve teala, kur e përdor qiellin si argument, e përmend si krijes. E përmend si, për shembull, wa zayyana as-samaa ad-dunya. E kemi hieshu si stoli, si udhëzim, udhërfim për njerëzin tokë. Ndërsa këtu si çka ka përmend, was-samaa banaynaha. Qiellin e kemi ndërtuar si ndërtesë, si strukturë që ekziston me kufit e vet, me formën e vet. Edhe pse është tentuar të ndërrua që t'i jepet këtij kosmosi një përshkrim tjetër. Çfarë? Një përshkrim se nuk është strukturë, nuk ka diçka që ekziston, por hapësirë e pafund me zbrast. Hapësirë e pafund me zbrast. Pse? Pse kështu? Për shkak se të ndërvozër me i shërby më letë rrëfimit se gjithë shka është e rastësishme, apo? Nëse ka strukturë, organizim, apo sa, bët më presion i madhë, pyetja kush, apo? Për të liru nga këj presion, hapësirë është, e lirë. Shikoni të ndërvozër, do më thonë, sa agresiv bëhet epshi, kur tenton që edhe me përdor shkencën në luftim të besimit. Përdorimi i shkencës, apo keq përdorimi i shkencës, për ta luftu besimin është tradhti, nëse njerëzit besojnë që shkenca si e vërteta. Me i mashtru njerëzit, për shkak se të konvenon me qena të ndryshe, është tradhti, e tradhtia nuk ka që me punu me armikun. Tradhti është me i ndryshu faktet, tradhti është me i mshef faktet, tradhti është me i ndryshu të vërtetën. Shumica e njerëzve nuk e kanë idenë çfarë dallimi ka me qenë strukturë dhe hapësirë hapur. Ku e dinësh? E çka ka lidhje kjo apo? E nin klasën e ardhshme. Apo vitin e ardhshëm ti e kupton kët. Sot fillon që shtu një herë veç, pastaj kuptohet se çka është përqëllim nga tërë kjo apo. Prandaj me çfarë koncepti ndërtohet komplet ose gati komplet, po them, se ka përjashtime, gati komplet, rrëfimi për ekzistencën, me çka ndërtohet? Me çfarë fjalë? Tek na mbi bazën e fjalës krijim. Ka krijues, me çet bazë, krejt ekzistenca apo përshkruhet me një fjalë, krijim. Që Allahu xhallahu ala shpesh përdor fjalën krijim dhe krijues për të na shpjetë tek adhurimi. Wa in sa'altahum, nëse i pyet kush ka kriju qetë tokën, nëse i pyet kush, krijimi është madhështi e madhe. Pa nëse pranon se ka krijim, ka krijues, nëse ka krijues, atëherë çka më bëu me ta? Nuk është një lloj qarku që s'ndel pi ti apo. Andaj për me ik nga presioni i krijimit dhe gjithçka që thën krijim është zëvendësu krijim me çka? Rastësi. Rastësisht s'ka këtu krijim, rastësisht kjo nga kjo ka evolu, kjo ka ndodhur kështu, është një, domthon, një hapësirë pafundme, s'ka strukturë, s'ekziston kurrë atje, errësirë e madhe, e tash hajde veç tokës t'ia gjejmë qysh u bë toka atë. Kjo është mashtrim. Kjo nuk është e vërtetë. E pastaj normalisht sa më tepër zbulohen mjetet e ndryshme, njerëz po shkojnë tash pranojnë se ka një sistem, ka një madhështi, domthon e krijimit, një përsosmëri e ekzistencës, që maksimumi që kanë mundësi me thonë këtë situatë është
Dikush i meqëm qëndërën pasaj, s'po dim hala kush është. Apo? Dikush i meqëm është, ama shumë i meqëm, shumë i dishëm. Prap epshi nuk u alejan me kalu pragun e konfirmimit edhe gjynëzimit edhe sejgjës. Su alejan epshi. Pse? Pse këtë kjo? Veç që mos në nalet knatësia e psharakëm. Allah, kur që ma shumë? Kur që ma shumë? Si kur që do njësë ka njëre përmendin pse e lën islamin, pse zban me pi alkohol një musliman. Marëm në përshkallin islamin. A vëdan? Kjo është absurd. Sinqerisht, është absurd. E unë të me kuni lirë me pi vëlla qatë du. Edhe të lu islamin. Njerëzit do në përmënëshin gjithësysh, Allah në arrujt. Dhe njerëz për bëshin kabut, mërnu gjithësysh, për e mi tyna. Ama është që kjo argument, është kjo dije, është kjo jetë? Jo, valla. Andë Allah tha, vësëma e benejnaha, shiko që farë madhështie, qilin, na kryuam, dhe e ndërtuam, benejnaha, ta është Allah të ndërtim, me qka ndërtuam, bi ejdin, me forcë, me fuqi, të ejdin nuk është shumë si jedë, me dorë, jo, shumë si forcës, se këtu s'ka ndryshim të cilësisë Allah të bare kotale, po ka koment të manë përputhe me aspektin gjësor. Andaj ejdin këtu nuk është shumë si fjallës jedë, po është një shumë si fjallë tjetër që kupton forcën. Allah dhëtë këtë qenë me forcën nga këtu. Manifeston fuqinë Allah të azogjel. është të vërtetë vëllai të vëzër. Shikoni subhanallahu çu qëndron Allah. Shikoni atë. Shikoni çu qëndron. Non vëzhgimi i kosmosit është i mahnitshëm. Me ato mjete që kanë mundësi të vëzhgohet për momentin apo. Rezultatet e vëzhgimit janë të mahnitshme Allah. Të zbulimit të galaktikave të shumta, madje ato me miliardë, Allah në mëse janë apëtën. Ato së një gjeti kete, mëra tonë si jeti apëtën. I përveç kjo ju në sa është e gjatë, sa është e gjera apëtën. Të rekon fuqinë Allah të azo gjera apëtën. Kush e mon dillin të lidhën, apo në qilë, kush gjithaj dill i madhë, kurrin e Allah. Se të ka bo Allah ka një forcë dvete, apo të graviteti që e mon, që është të hana, që është të dillë, që është të toka, të gjitha apëtën. Kush e boni këtë forcë, me qëfar forcë e mon Allah azo gjera apëtën. Që e madhët një apëtën, Allah, benejna bi ejdin me forcë, wa inna le musiun. Musiun, i ka disa kuptime. Një kuptim është musiun, ne kemi krijuar, ne kemi ndërtuar dhe kemi zgjeruar. Qështu gjë ne kena bo. Kush na? Allahu te barek o ta'ala. Të nëzër, Allah, shika për shambur. Këtu në dunja, një palat presidencial, një palat mbretnor, për mes të cilet palat, synohet të tregohet madhështia e udhëheqjes së dominimit edhe kanarisë apo sa hapësirë në zën atë. Sa hapësirë në zën. Shumë në raport me çka? Në raport me shtëpinë tonë, me matë me banesë që kem fort i madh është apo. Shumë tokë i duhet apo. Në raport me tokën, sa kanë zonë çaj më i madhin tokë që është apo. Sa ai lip me zgjenu. Po që ja, së më delë që ka, zënane, a i mund me zënë sa të dënë, apo, në basë të pushteti që ka dhe ndikimi që ka. Po sot e që e zënane, apo, me gjithat, në raport me tokën që kësën është hapësire vogle. Edhe e zënane, për me të regu që qëre qëtoa, përshë që të palat, të funi si shijet, që të rrinë mreti, që të rrinë kryetari, që të ata i ndërtojnë për të regu një farloj pushtet, një farloj dominimi, është normal kjo punë. Edhe kjo është historie njerëzimit të konë gjithë që ashtu apëta. Që udhëhecit kam pas palate, kam pas domthon rezidenca madhështore, të bukura, ndërtuara, që njerëzit me kuptu se nuk ka punë hajgare kjo. Këto së rënjëri thjesht apo. E përdojnë si argument për fuqi dhe dominim. Mirë, dilni jashta arrave t'ju apëta, e këshyrni sa e ka zgjenu Allah kosmosin, për sa mundi me pa ju veç, për të kuptu se
sa është Allah i fuqishëm në zgjerimin e asaj që ka krijuar, edhe kërkon se vetë. A ka shpronësim në kosmos kur don Zoti me zgjenu, me shpronësu se ajo tjetra galaktik është e atij Zoti tjetër tash, duhet me bëj negociata. Apo sikur se bëhen tokë shpronësimet ose uzurpimet, atë uzurpim bujnë, nuk ka shpronësim gjithë, po kryesorja çyre që të bëhet, apo prek megjet huaj apo. Allahu qet inna la musi'un nazunum, a prek megjet në kujt Allahu kur të zgjenon? Këtë është të japën, sa do në zgjenon, sa dush. Andaj zgjerimi është treguesi i madhështisë e fuqisë Allahu xhallahu ala, dhe sa është pronari kryesori vetëm i kretë ato që ekziston. Nuk e vetë kërkon hiç apo. Wa inna la musi'un, veç na zgjenon. S'kena negocion me kërkana, as nuk shpronësojmë toka, as kosmos, as hapësirë. Wa inna la musi'un. Ma fjala musi'un e ka kuptimin e zgjerimit, edhe ka kuptimin e gjithashtu mundësisë. E zgjerojmë se kena mundësi. Se vjen për fjalës wusa. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e ngarkon askë për te mundësive. E këtu tha inna la musi'un. Ne zgjerojmë pse i kena punë me zgjenu. Veç kena mundësi me zgjenu, e zgjenojmë. Wa inna la musi'un. Dhe gjithashtu norma nga zbulimet e fundit që janë bërë është se nga vëzhgimi kanë pasë, planetet vazhdimisht kanë një largim, distancë mes një tjetrës, që e kanë komentuar si zgjerim të kosmosit. Zgjerim. Dhe ku ka mundësu Allahu alem, apo mirë po, të vëllezër, shikoni kujdesin e Allahut të zgjen. Kujdesin e Allahut për njërin. Inna la musi'un, po zgjerohet. Disa planete largohen njëra prej tjetrës. Mbasoj njëri ka kuptuar se ka një vallëj zgjerimi. Mirë po, ato që i vijnë njërit të mbeten në distancën e shërbimit, nuk largohen ato. Se të kesh me qenë dielli ai që në procesin e zgjerimit largohet, këtu tani mund toka i shmet kush. Me shku dielli një 1000 kilometra smot, na matë 1000 kilometra, atje matën me shpejtësinë e dritës normal, sa atje 1000 kilometra mos kisha matë mo. Shumë larg. Matët me shpejtësitë e dritës, atë largësia mes planeteve, gjerësia matët me shpejtësitë të dritës. Që është marrëmendse. 300.000 km në sekundë, kjo është veç është që shkruhet, se që shi bjenë kush mi kitokë se të një vëllapëtën, e denë se ka Allah, që fa shpejtësia pëtën, edhe është shpejtësia me madhe e dritës, jo pëtën, ka hala ma shpejt, la ilaha illallah pëtën, wa inna la musi'un, diçka zgjerojmë, e diçka e lëmë vend vetë, e kush kujdesi për këtë, Allahu te barek o talëm, Allah ti që vëllapëtën, me të ap një tabak me qaja, me ja që musafirat, apo? E ki dy dur të ty, apo? Me dash me të ap edhe një ekstra diqka, do mu zgjënu në shërbim. Ti shërbimit është në qata tabaka. Hate 5 zgjënim shërbim në fënë, binë bardaka të loptë. Të një dur me kap, ta një gotë me të të shka, të binë këta tjerat, apëtën. Tu zgjënu ti, i rëzën tjerat. Qështu në zgjënuhëm, apëtën. Allahu xhallahu ala shekhu e zgjenon, a një zhurëm të natën të zgjenu? A një qëfa procesi është e vëzhnjepën? A një qëfa madhështi është e vëzhnjepën? Na asë nuk e njim, asë e përjetojmë gjithë që ka është normalëm. Edhe pasaj në fund thëtë njëri, e hajtë ku është zotë, tani, është banale me dhonë për i vëzhnjepën. është e ollë, thëtë. Andaj e kom përmend dësara, kur dikush thëtë, për shambull, hajtë përmendi argumentet pse beson Zot. Do të më thonë, përmendi ti që s'beson Zot, që ti dush me për argumente, se na, për mësina me to, më thonë, hajtë cjell argument së është natë. Ta është na mu që më thonë, ora është 8, dili për në 7 e gjys, pëse për lodësh o lapë, pëse për lodësh. Se bit ti argument që së natë, se ti dush me pru, ama për që është natë, s'konë për argumentat. Përrej e kanë Arab një thënje, një posh poezia, poezi, që thojnë se e qëfar inteligencë ka mendja kur dili ka nevojë për argument. Për qëfar inteligencë për fletë është japëtën?
shumë i meqëm, di ke më argumentu se për në zindili. Po çfarë i meqëm i kjo Allah, pëtën? Kjo është inteligencë. Kjo është dhunimi inteligencës. Nënçmimi inteligencës është, pëtën. Më qumë të ka të dikush se na zhek për në vjen, ditë është, në të nënë dili për në zinë, a dhe me të argumentu që i ka dili. E të mënë, hajtë profesor, doktor, ka të zanë që i ka dili, po ne angujmë të ashtë. Ato kjo nënçmim, Allah, pëtën. Kjo nënçmim. Andaj ata që kanë dërë, mërë, emna, e në ka dhënë që s'ka zot, është halama në nënçmim, se më qumë të ka të dikush në pik dhe që i ka dili, atë. E për kuptan? Andaj është, gjitha këto lej ka përman, kujdesi Allah të barë këtala, për njerin, me gjitha këto argumente, pasë Allah thot, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, edhe tokën farashnaha, e kemi shtruar, edhe kemi pregadit. Shkojnë tash përpjekje të në vëllezër për me shku në hanë. Jo me shku, po mënej, me zbrit në hanë, po me pregadit, dhe më honë, atja ambientin, terenin, për me jetu. Dhe më honë, hana veç, hana që shumë në gjajshme dhe ofër me tokën, apo? Lexoni ata. Çfarë klime është në hanë? Asni gati, asni rrethon e hanës nuk e suporton jetën e njerit atë. Hiç. Asni rrethon që është në hanë nuk është në shërbim të jetës. Ndërsa në tokë çdo rrethon është në shërbim të jetës. E kush e buni këtë me jetu, e kush e buni atë mos me jetu? Kush? Allahu Jalla Wala. Wal arda farashnaha. Tokën e kemi bu të shtrirë. Aja është rëmbullakt. Është rëmbullakt, është tashmo debat i panevojshëm me të zgjudu qysh ke toka. U kryu ki mabet. Toka është rëmbullakt, e dihet të lëzim. Mirë pa Allahu thot e kemi shtru. Nuk është tregues i formës, po është tregues i shfrytëzimit. E kena bo për ju e më do kësi e shtruut, që ju me më do shfrytëzut. Para më në bekum për shumë na me pa që e rëmbullakt. Me shku dedikujme me pa që kemi ratje poshtë. Qfar begati është toka kështu? Allah ka bo që televiz, kejtë mi ta duke të rafsht, ama e në esencë është ndryshe aftën. Kush e ka bo që kështu të Allahu, kush e ka bo që të tokën, Allahu Gjallahu, që ti me shfrytëzu aftën. E njerëz për shembull thonë çe për shembull, a përshë këtu kishim me durbi, këtu e 200 kilometra aty duket e rrafsht. Po duket se ka buaj për ty, me begatu ty, apo se me ta ka dhuat çu bjen atje poshtë, ti u thon dikush ta zgjedh. U thon dikush. Është të ndomon, është një dosane që nuk ka nevojë për shpjegim apo. Nuk ka nevojë për shpjegim apo. Prandaj Allahu ka bërë rregull që tokën e ka shtri në kuptim të shfrytëzimit ton, fe ni'mal mahidun. Edhe ne kemi pregadit. Mahd është pregaditje. Me pregadit Allahu xhallahu ala dhe e ka lehtësu dhe e ka përshtat që njeriu me jetu në të këndshëm. Njeriu në të me jetu tamam, gjithçka i përshtatet jetesën e njeriu. Gjithçka i përshtatet. Shikoni sasia, lloji, gjitha janë në shërbim të njerit. Apo, gjitha janë në shërbim të njerit pas njerit. Ajri për shembull. Bon, thith i duhet oksigjeni apo. Para për shembull, me kon vend oksigjenit për shembull, ai që rrethon njerin për shembull, një element tjetër kimik apo. Para me kon, na me thith çasën atë. Çfarë është bën? Shumë dek në vend apo? Shumë dek. Për shembull, me pas që shtu në ajrë shpërndam gaz. Ma mirë i shkon. Fale kështu marrë shumë mushkirët, shumë pas krizë tash për karburante, fale me që kështu më qelë atë kapakun e derivateve, ishë mush vetë gaz edhe kështu mecë, apo, e shkon ma mirë pas gaz e oksigen, apëtën. A i kiri ishë mush, për nasë shumë metë më apëtën. Para me thith gaz. A ki ti mushnit për gaza? Jo me si ki, Allah. Ti i për oksigen. Kush e ka përgati që shtodo? Kush e ka bojt shtodo? Kush e ka bojt? A ke pa ujnë që ka rregullu Allah të bërda? Me takut kër e penatën. A ka pas me ku mundësi ma i dendën, ma i kripën, ka pas mundësi.
po s'pije tani, nuk e etin. Kush e ka përgatit që tamam me konë përbërja ati me balans precize që ty të përshtatet për fikin e etës. Kush e ka bojë qështu? Allahu që varë këtare, ka bo Allahu gjellë ka bo zë, ka bo Allahu gjellë varë. Paroj që ka bo Allahu gjellë njëri, në thonë. Në të gjithë kanë masat barabarta, që jeta tjetë bashkëpunim, dhe tjetë jeta një farloj dhe mon plëtsim i njëri tjetit. Paramenoni për shembull, njëri më i gati 2 metra 30 cm, më i gati. 2 metra gjysa tash, s'e di sa i ka më i gati, po që aty dikun është, nuk 5 metra si ka njëri. Paramenoni për shembull, a ka qenë kjo më shmendot? Po, ka qenë më shmendot. Për shembull, një njëri më kon 30 cm, një më kon 30 metra, një më kon për shembull apo 20 metra, një më kon 200 metra. Po no, a kish pas ti ndonjë kështu atë? Këtë njerëzina, ku ishi, a krabo, kushëri, apo? S'ka jesh të zinë, s'më kërnohet së të zinë. Kush e ka pregadit që edhe gjatësia njerëzve e prafërt tjetë në shërbim të jetë njëri. Allah ka bo kështë të zinë, Allah ka bo. Me pakon me proceset të evulimit, apëtan, evulimit tonë barabarë si banë, e njëtë nuk i banë, është që shërake do në që të përmenët se kjo është e që e ka për njërin këtë gjendja. Andaj, ol arda farashna fa ni'mal mahidun. Na kena kriju tokën e kena përgatit. Çfarë argumente Allahu po flet? Pas nëse Allah është i fuqishëm këtë qiell me ngrite, me zgjerue, me ndërtue, me mirëmbajtje, këtë tokë me përgatite, me kujdese, me furnizue. E pse nuk ngjall ty? Pse ty nuk ngjall? Pse? Këtu pas ka fuqimi i bëmë, kur mund na të ngjall, e çysh na mund ngjall. Ka për argumente se Allah ringjall. Allah të rinjallë, kjo është me letë, të ka Allah gjithë shka është e letë, por nëse përdorim logikën të në krahasimore, që njëri ka rekonoj për krahasime, atëre Allah përmend këtë. Se krimi i qeve, është majron, atë Allah s'ka të në kërgjallë. Rinjallë është me letë, se krimi i qeve i tukës, rinjallëja, në njëri u dekë, edhe eshtë në t'i ka, ta është do të mja veshme, kjo është me letë në raport me egzimin e qive tokës. Në Allah si argumente të prekshme, të dukshme, të qarta për dëvërtet në rinjallës. O min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dhe nga çdo lloj kena kriju çift. Çift Allah ka krijuar. Shë Allah si argument aspektin e çiftëzimit. Ka natë dhe ka ditë. Po, ka ujë dhe ka zjarë, të kundërtat. Ka mashkull, ka femër. Ka qështët? A në qështët që funksionë? Tendenca për me i anullu dalimet dhe me e anullu qiftin brenda llojit është, do më thonë, tendencë në shpërputhje totale me ligjet Allahut kosmologjike dhe funksionale njëtën përreshme të njërit. A din që shqibjen kjo përpjekja të nëzërë? Dëmon, Allah ka kryu me pas mashkull dhe femën. Që shtut egziston dunjoja? Që shtut egziston dunjoja? Ta është dikush po të jo zban mashkull dhe femë, pëse? Më në më tonë mashkull më bo, më në utek. Me dasht këtë bo në femëna, me dasht. Unë vendosi që ka du me konë. E kuptani këtë me të rritëm. Këhi bjenë si për shumë me thonë që a qomë edhe tonë njerëzit koordinuemi edhe i frim dilit. Edhe nalëm. Një 5 muj flemë, knaqë, mas në prish në zetë tja s'kur gjapo. Veç natë me pa, pse me pas ditë? Po dojmë veç me pas natë, ju me pas ditë. Ose për shambull, qëfar do dhe tjetër loji, që mrena lojt ka qift, Allah nuk pranon atë. Përndajte, do vëzër, gjithë shka ka kryu qift. Pse? Për të reguar se kur bjem puna për tekun, ajo është teku. Ajo është një veç, Allahu Azza. Tjerë të në këtë qift. Këtë në qift. Ti je, të më honë, mashkull, ka një femë. Ti je mashkull, apo, e ki gjithashtot konkurentin tënë. Një mashkullin tjetër, konkurent, kuptim të forcave, kuptim të aftësive, konkurent.
Ka kriju Allahu te barekuhu teala. Ndërsa kur vjen puna te një që askush nuk i konkuron, askush me ta nuk ngjashëm, është Allahu te barekuhu teala. Dhe gjitha këto argumente Allah thot, la'allakum tadhakkarun. Gjitha këto po i prezantojmë, gjitha këto po i ofrojmë, për çfarë arsye? Tadhakkarun, që ju të mendoni një mendim i cili u kujton disa të vërteta që i keni harru apo i keni mbulu si pasojë interesave të juaja personale. Tadhakkarun. Tadhakkur është më e madhe se tefekkur. Tefekkur është fikër me menu njëri apo. Po tadhakkur është kur të mendon të kujton dosana. Të kujton dosana. Për shembull, ti tash je të menu, ti po mendon për një kuptim, kuptimi interesant, shumë i dobishëm apo, çka mendon? Çka është me menu edhe më të kujtu, thush, sa i vetë, si sot e moj men, hoxha kur e spjegojke, apo e kujton kur sa ka mësua, apo. Edhe e menon, por edhe e kujton burimin e kësaj mirësie. E Allahu po thotë edhe kërun, menoni për gjitha këto që kom kriju. Menoni për tokën, për qiellin, për forcën, për kujdesin, për çiftin, për këto menoni. Këto la'allakum. Nëse kështot ju kujtohet kush i ka bëu këto. Kështu ju kujtohet se duhet Allahun madhru. Ju kujtohet se veç ajo është te kopton. Dhe kur Allahu xhallahu ta ndërvozë gjithë këtë forcë argumentesh për mbledh para njeriu, nuk e lën çështo tash këtë forcë të pa orientuar, jo funksionale, ja. Për mbledh forcë, sjell argumente, fuqi njohurish të pafundme për ta orientuar në një drejtim. Cili është ai? Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Ikni tek Zoti juaj. Shkoj e ka vërë fjallën ikni. Kjo të nëvëzë fjalla firru ila Allah. Që kjo jetë, domon është titull i një varg ligjëratash. Është titull i një serie shpjegimesh. Shumë i gatë. Po ne këtu duhet me u përmbajt të tefsiri veç, se koment. Jo si shpjegim i fjallës firru ila Allah, nga se këtu ka shpjegim shumë më gjatëm. Në masaj thash, Allah u tha, wa firru ila Allah. Fe firru ila Allah. Ndëmon, mas ke kësaj, ikni tek Allahu te barekuhu teala. Ndëmon të ndërëzër, Islami në mësën që të vrojtojmë natyren, kosmosin, argumentet, shkencorë të mësojmë. Dhe plus në obligon për këtë çështje. Ibadet i rëndësishëm nga adhurimet e zabët është meditimi. Mi po, jo veç që ka që me metë. Që këse ka disa për shamun, kjo është argument, ani e murën vesh, që Zoti ka kërku, qka ta është me bo me këto argumente? Qa me bo? Maksimum e që kërkon me bo është ato që e kam bo kër ishte me kësë pajdi që argumente eqë. Ja, që ka që s'ka nevoj? Qka me bo me këto argumente? Me gjithë kështë shpjegim, qka me bo? Firru ila Allah, levizni dhe më hanë, merë një hapa konkret për të ndryshu gjendjen, orientoni të ashku duhet, e që kjo është adhurimi, Prandaj besimi i drejt në Allahun është ai i cili realisht shërben si bazë e rëndësishme për të lëviznin në të adhurimit. Po një besim i cili veç ka njohuri, po nuk është funksional, nuk e orienton një jetë vet, nuk e organizon jetën, nuk është besim cilësor. Minimumi që ka mund të them nuk është cilësor. Në besimi duhet jetë funksional, duhet jetë me karakter organizativ dhe orientues në jetën tonë, me të kthy ka duhet me shku. Madje besimi përcakton dinamikën e lëvizjes. Pasi këtu Allahu thot shkoni te Allahu, kthanu jo, firru, ikni. Ja pse ikni? Pse ikni? Njëri kur i kollat njëva? Kur ik njëri? Njëri i kur këtutët, kur ka rrezik, ik. Andaj nëse mbeteni larg Allahut, në rrezik jeni. Nëse mbeteni ju të thyer ka Allahu, në rrezik jeni. Dhe për aq sa jeni larg Zotit, gjithmonë të rrezikuar jeni në jetën, në mendjen, në pasurinë, në këtë çka keni. Ik te Zoti, ik tek siguria, ik atje.
Dhe gjithashtu kur të Allahu xhallahu ik, nuk kupton shpejtësinë e kthimit. Jo, që ashtu është që shpotuosh, kismet, inshallah Ramazan në arshëm. Kjo as zhag nuk ka më shku tek Allahu xhallahu ala. Një vjet i vyn mas argumenteve, ja Allah ka zhag nuk ka më shku. Wallahi zhag me pashku, kish mrin xhami mas një muja. Pish vet. Kjo firru, shpejt, me herë s'ka ku. Nxiton nga se del diçka, ndërpren diçka, çka bën ti pastaj? Mund është që në situatën ku je i pasigurt kapesh nga armiku. E tani çka bën apo? Firru ila Allah, ikni tek Allahu te barekota. Çka është? Kthimi i shpejt tek Allahu xhallahu ala, zbatimi me njerëzshëm. Dinamika e lëvizjes. Sikur që kemi cekë edhe në ajetin që Allah thot: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah." A nuk ka arkoa që besimtarëve tashmë veç zemrat e tyre të përulen në raport me atë që ka zbrit nga vërteta. Jo është me pranu, jo është me besunte, po të përulen, të thehen, të gjynjëzohen para të vërtetës. Kur ka zbrit këta? Thati Ibn Mesudi, pak vjet kanë kaluar, pak nga fillimi i shpallës, numër kemi qenë kur Allah na ka qortu. Ibn Mesudi ka kuptuar qortim, ka dal po ecni. Qysh ka dal Allah? Sahabët e Mekës ka dala? Po ka dala. Ma shpejt, me ndiku në zemër kërën, ma shpejt. Hajtë të lëzër, në ngujmë një dërsh, tek mas, tonë, harrojmë, që të rësunë dhe rjatë. Këto të me përdo tash me levi zemrën, me përull, me shtu bindjen, orientimin, nëzitimin ka Allahu te barekotala e shumë të tjera. Pa një Allah të fefirru ila Allah. Mas të argumenteve, që po të mo? A ki hamendje ka du të me shku? Njeri, kur ka hamendje nuk nganë. Apo, këshyr njëre nalët, kur s'ka hamendje, që isha këshyr anash mo. Ta është në cilën fazë jem në apëtën, të hamendjes, të eksperimenteve apo të bindjes. Mas që sa që Allah e përmeni, s'ka më hezitim, nuk ka më hamendje, ka bindje, e kur ka bindje, ka ikje, ka lëvizje shpejt, s'ka tjetër mo, nuk ka tjetër. Ka u rrug një kasha, një orientim është, nuk ka shumë orientime. Shumë orientime ka kur i pasigurt, kur s'ki dije, nuk din tash, a që kjo rruga ke me shku të filone që kjo? Cëlla rrugë është? Që them nalësh e vetë, kur e din sakse shku o gjamia, që s'nalësh mo, drejt shkon gjami. Te Allahu xhallahu, a ki hamendje ma, pe din që ku du të me shku, a din adresën, po e di, firru, nga një pra, nëzitoni, ikni tek Allahu te barekotala. Ikni tek Allahu xhallahu ala. Dhe kjo ikje tek Allahu xhallahu ala të nërëzër, për të reguar tash një kuptim me rëndësia për. Kër Allah thot fefirru ila Allah, po, thash, të regon që s'ka hamendje, duhet nëzitim, nuk ka mo, pritje, jenë pasigurt, i ka siguria kështë më radhë. Allahu kërët fefirru ila Allah. Pjesa e mbetur e jetit kalzon se nuk gudzon asë njëherë të sillesh me komoditet në raport me argumente që Allahu t'i ka të reguar. Në raport me kuptime që t'kan ardhë, në raport me uzimi që t'ka ardhë, nuk po mësin me komoditet, ka ku, jo, ku e kuptojmë këtë? Edhe të ekshpreja fefirru ila Allah, e kuptojmë këtë, se s'ka komoditet, nuk kiti kot mjaftueshme, po nëzita, kjo e para, që të shtysh obligimet, që kur është qoftë namazin, me largu një haram, mbulesën, firru ila Allah, nëzita ka mbulesa, shpejt, nuk ka ku. Qka alonet kjep me kuptu se s'ka komoditet? Firru ila Allah, po ikni, edhe pjesa, inni lakum minhu nadhirun mubin, unë ka marë prej ati me u të rikë vrejtjen. Shiko këtë skar, inni lakum minhu beshir, s'ka unë jo marë ju përgëzu, po nadhir, e ka përdo nadhir. Dhe kjo me kuptu të ndërdozër se njerëzit nuk ka nëjë për lajka, njerëz nuk ka nëjë për përgëdhelje hipokrite, apo nuk ka nëjë me thonë që më nënë si dashnia për Zotin, apo na dojmë, e qka me këtë dashni të një? Qa me këtë dashni? Me shku mu vakte mu si l'udhve. Dashni që nuk të bjenë në devëshmëri, nuk e ngrit besimin, nuk e fuqiton raportin me Allahun xhallahu ala, kjo është dashni falso, formale. Andaj të ndërlozër, shiko, situata të regoj që serioze. Në nga njerë shumë, ka njerë do ligjerime caktuara, qasje ndaj njerëzve, për fire tyre,
me shumë komoditet. Alhamdulillah, shoqër, tha që e ka pas babgjyshin musliman. Kjo është e mirë tash na, mas në 2 vjetë i thëmë që mos e ke pasur babën helbet musliman. Në japë ma përpara të afrohëm, apëta. E kur i themi këti, që kredi këti kur ki bu musliman, mas 5 vjetë, a e u dek. Në nërë, të në qasje, jo serioze, Allah. Në qasje serioze. Gradualiteti, po, duhet me pas. Por gradualiteti nuk përcaktohet me bazën e tekeve tona, që kur se kemë përën. Kush e përcakton gradualitetin? Mundësia. Pse jemi gradual? Pse s'kena mundësi? Se me pas mundësi, i gutim të apana. Po mundësia s'len, okej, jena të kufizim mundësi, jena gradual. Andaj gradualiteti është i përcaktum nga mundësia, jo nga qefi. Andaj edhe do regula, nuk është e mundshme me i thonë njerëzve, se kuptojnë, mundësia nuk është. Me që nuk o mundësia, na punim me pregadit mundësin e me kalzu. Pregaditja mundësis për të shpjegunit vërtet është gradualitet. E jo vënimi i të vërtet e gradualitet kjo. Kush ka thonë kështu labë? Vënaj e ti, pa fundësisht, mos punoj heq ti mu regullu situata për me e kalzu që atë vërtet, gradual. Jo, gradual e kur të punojsh, mu shpjegu një vërtet. Gradual e kur të punojsh të dan nga dal, që të sëroj diçka që për momentin nuk është koha. Skuptohet, keq kuptohet, nuk e rrethonat. Është vërtet, e mundësia të. Ana inni lakum minhu nadhirun mubin. Mo Allah më ka qenë kështu. Nadhir, kush është nadhir? Arab të kanë nadhir, njëri i cili duke ardhur në qytet vet, i ka pa ushtrit ka vimi asu më vend atë. Ata s'din këta tu shitet, tu blehet, tu shtëpia veta, a nuk po din që po vjen armiku? Me sulmu. Ky e ka pa, se rrugës u kon. E jep më shumë apo devës a kalit vetë në atë ko, edhe inni lekum nadhir, unë ju marrë me thonë që mledhë në organizacion se në prak i keni. Që kjo është nadhir, apëton. E kur thotë Allahu fefirru ila Allah, nëzitani thotë pejgamberi, unë e ku marrë mi o të rikërinë se shpejtër puna. Nuk është situata komode që ti, me komoditet, me ishty obligimet, e me ishty ndalesat, në kuptim të veprimit, e me marrë me sportivitet këtë qështje, se ka ku, alhamdulillah, më shu qërqim, jo Allah, qështje o serioze. Nuk po tha me ashtu në panika, larga asoj. Po Allahu ka që argumente, Allahu ka dërgu sëqarime, Allahu ka dërgu njerës që i bëjnë shpjegimet, raport me këtë, reagimit cilë është. Si ki me reagu raport me këtë? Inni lekum në dhrimurin. Fefirru ila Allah. Mirë, Allahu kërë shikani të rëvazër, sa është i kompletuar vallahi udhëzimi kuranor. Sa është i kompletuar. Që nga fillimi së dharjat, betimi, tani ka thënë pse betohet, dallimet e njerëzve në raport me atë që Allahu betohet, përfundimi i palëve, përvojat e njerëzve kështu me radhë, rikthimi në argumente, tash një shpalosje tjetër argumentimit, në fund kërkesa, krejt që ju t'i ktheni Allahu te barekuhu teala. Prap nuk e lën me kaq. Kallzon Allahu xhallahu tash si organizohet kthimi. E që kjo du shprej kësha pasur timoni parësu gjithmonë. Në besimi duhet të ketë, duhet besimi në Allahun xhallahu ala, besimi unë në përgjithësi, islami unë, në përgjithësi duhet jetë forcë orientuse dhe organizative jetës tonë. Do në me besim orientohemi dhe organizohemi. Argument, fefirru ila Allah. Orienton, kthehu ka Allahu, të orienton ka me shku. E qysh organizohet këthimit e ka Allahu të barekuhu teala? Qysh më organizohet këtë këthim? Se dhe këthimi do më organizohet, në konë kaotik. E organizohet Allahu xhallahu duke përmenën këthimin që rëbot. Wala taj'alu ma Allahi ilan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin. Dyër ka ardhë, unë jam i ardhën nga Allahu, i dërguar nga Allahu, të atë reqi vrejtën. Dyëre, në Kur'an s'ka ashtu, kërkon që është një mas një. Për shkak se situata është serioze dhe kërkesa është shumë, domthonë me prioritet të madh. Prandaj orientimi ka Allahu, organizimi wala taj'alu ma Allah ilahan akhar. Në këtë kthim ka Allahu, mos i bëni Allahut shok në adhurim. Prandaj kthimi tek Allahu fillon me përmirësimin e besimit, që nuk kupton dije. Ikni tek Allahu nga ignoranca, nga bestytnit, nga bidatet e ndryshme. Kthenu në udhëzimin që me tërë pejgamberi son besoni në Allahun xhallahu ala si duhet. Adhuroni Allahun si duhet. Nga smundjet e shumta që i një prek në këtë dunja, kthenu tek
ai që jep shërimin, kthehuni tek Allahu te barekutaala. Nga frika për furnizim, për të ardhme, për jetën, për familjen, kthehuni tek siguria se gjithçka është në dorë të Allahut dhe nuk duket që pa linë e tij. Kthehuni tek siguria se kjo firru ila Allah. Kthehuni te Allahu te barekutaala edhe me kthim ka Kurani, me kthim ka suneti e pejgamberit alayhi sallam. Kthehuni tek Allahu xhalla wala. Andaj kur Allah në që ikëm nga sprovat, nga të lasht, nga problemet, me ikë tek Allahu te barekutaala, a nuk kupton që ikja të bëhet në vendet ku i bëhet Allahu të shak? E pa ikni tek Allahu, mos i bën Allahu të shak. Pse e përmani këtë Allahu te barekutaala? Nga se njerëzit mundet që në emër të kthimit tek Allahu xhalla wala, mi bë Allahu të shak në adhurim. Kthimi ka të vdekurit, lutja të vdekur në emër të asaj se janë evlija, po çka janë kështu më radh. A është ikje tek Allahu, është ikje prej Allahut? Është ikje prej Allahut, nuk është ikje tek Allahu te barekutaala. Njerëzit kur kanë sprova, kanë të lashe, ku ikin? Të fillon tyrbeja. Një qiri, do pare, edhe në regullin, afton. Kusht ka thonë kështu? Kusht ka mësu kështu? Allah po ikni tek Allahu, ikni piqëtyni ikni, te Allahu te barekutaala. Ju me shku te ata, nga sa ata nuk qënë tek Allahu te barekutaala, ata nuk qënë tek Allahu azza wa jall. Ju që zdojnë, po s'munën. Nuk ka që, po ka i mund gjallë, do të po qashtu shkojnë tek Allahu, se nështë në ngradë, i mirë u konë. Pa i s'munët, a i nuk munët. Andaj nga me thonë, kushtimisht të ndërnë dhe vëzër, nga qështet matë pa kuptim ta, nga matë pa kuptim, matë pa logikshme, që i ka ndodhë umetit pejgamberit nësëm, që ka ardhë me besim të pasër është, rikëthimi tek vorët e njerëve caktuar. Ma, që kjo është hisë besa njerëm. Olle, ma kapshme ka qenë, mu këthujnë qëfar do, që është e tjetër ndaluar të keqe, e kuptan epshi, koha, rëthot, ama umeti pejgamberit, gjitha këto argumente për të uhit, për besim, mos i bënë Allah shak, për apë mu këthuja tja është, s'ka shme të palëgjikshme. Pa kuptim të vëllë, e pa kuptim, edhe në kuptimin e argumenteve, edhe në kuptimin e praktikës, Për shembull të ndërrua zërëm. Vdekurit në Uhud, shahidat e Uhudit, a janë evlija? Që e mërë me një këdhëm? Shahidat në Uhud, Hamza radiallahu, është evlija? Po brata, doshtit Allahut, ela inna evlija Allahu, kush në evlijat Allahut? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata që kanë besuar në Allahun xhallahu dhe kanë qenë devotshëm. Hamza radiallahu është, na besojmë që është vullën përfunduarja Zoti i gjithësisë, se ato më shumë mund të evlija, të Allah si krymë punë, po na besojmë që ata janë njerëz më të mirë, mirë të ndëzron. Kur kanë rënë shahid dëshmorët e Uhudit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në raport me dëshmorët e Uhudit, ai ka thonë sahabeve, lutuni për ta apo lutni për ty një më lut për juve. Çu shkon hesapin atë vakt? Këta janë më të mirë, çono so janë hala që është si ndek hala, në shtanin ka paka, më thon, thuni të lutme. Jo ka fol gjenazën pejgamberi. Gjenazë çka ka gjenazë? Wallah falë, wallah bën jo. Ti lutesh për ta. Pse ai ka në tash për lutjen tonë? Kush do koftaj? Ai të vëllazër, edhe kur ka vdek pejgamberi sa sahabët, çka kanë bërë sahabët apo? A kanë qitë pejgamberin sa në xhami, edhe tash tonë me thonë ja Rasulullah, ka i kërkesë për në fund. Ka i kërkesë për në fund tonëve me ne ka një. A ka thonë çështë? Jo, vëllazër, e kanë la, e kanë pështill, e kanë fal gjenazën, e kanë vëros. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj, çështë të logjikshme Allah që na bën dua për të, që Allah më fal, Allah më ngrit, e tani kur dëna neve Allah më na fal, i them aty, hajt ti thuaj na fal. Siç është e kuptoj. Valla nuk e kuptoj Allah. S'ka shpërtë pa logjikshme Allah. S'ka kur fal logjike kjo punë. Allah të firru ila Allah. Te Allahu xhalla xhelalu, te ton. Gjithë tek Allahu xhalla ora. Pa ndërmjetësim në adhurim. S'ka më ndërmjetësim. Të Allah nuk tha firru ikni te Muhamedi sa i qen tek Allah. A ka thonë? Jo ka mujt më thonë.
Mësë ngushtu helmet. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah së ngushtuat nga vërteta. Jo thot tamam që është duhet. Ndaj të vëzë, të video çështje ndihshme, të video çështje prekshme, lëndohet lart, duhet të pas kujdes në mirëmbajtjen e të vitit. Andaj Allah i tha, wala taj'alu ma Allah ilahan akhar. Shikoni të vëzë dhe këto një dobi. Argumente që flasin për krijimin e qiellve të tokës, argumente që flasin për përgatitjen e tokës, zakonisht njerëzit i përdorin për me dëshmu se Allahu ekziston. Kur Allah fefirru ila Allah, e tha mos e shtrembnoni ikën, nuk tha mos besoni në Zot, po mos adhuroni hyjni pas Allahut azhjel. Për shkak se zakonisht deformimi ndodhe adhurimi shumë më tepër se te besimin e ekzistimin e një Zoti. Pra duhet me rujt besimin në Allah në kuptim të adhurimit, kë po e adhuran, dhe të gjitha njësit e adhurimit të jenë në përputhje me udhëzimet e shpallës, që të gjitha ato që janë me karakter të adhurimit, ti dhurohen edhe me to ti drejtohemi vetëm Allah xhallahu ala asku tjetër. Asku pas Allah xhallahu. Fafirru ila Allah, veç tek Allahu xhallahu ala. Nëse veç atje një siguri, veç ai të hap udhëzimin, veç ai të hap shërimin, veç ai të hap qetësinë e kështu me radhë. Inni lakum minhu nadhirun mubin, nga se unë jam një i dërguar që ka marrë të atreki vretin nga deformimet e shumta që mund të vinë në besim atë. Edhe dy ajetet e fundit për sonte, Allahu tha, kedhalike, na po bëjmë shpjegimet, na dham argumentet, na bënëm kërkesën, gjitha ishin mjaftueshëm të bindshme. Kedhalike, mirë po, Allahu thot, ma atalladhi min qabli min rasulin illa qalu sahirun majnun. Për huajt e popullit kanë përsërit. Çdo popull që ka një pejgamber i ka thonë sahir majnun, i ka thonë magjistar apo i çmendur. Magjistar apo i çmendur. Këto për huajt kanë vazhdu të rrezë. Njerëz që mashtrojnë, gënjejnë, njerëz që manipulojnë, kanë me pas gjithmonë. Dunia gjithë çështë kanë me funksionu. Vetë Allahu po na dëshmon këtë. E po kujdes ju ku përreshtoheni, kujdes ju ku dëgjoni, kujdes ju ku e keni burimin e informatave, kujdes ju çka po bëni në raport me këto argumente, se për çka më pas është tërnues që më pas. Ande kur mos atë më thon, e pse për çështë po thojnë këta? Pse kanë thonë gjithë? Gjithë kanë më thonë. Njerëz që luftojnë besimin, mashtrojnë, ka gjithë. Ti mos u bë i manipulum. Ti mos të mashtrohesh. Nga se titullit i ka ndryshëm, përdojnë lloj titulli. Çdo ku i ka shprehjet e veta, joshse, tërheqëse, që në basoj mund në të mashtru. Çdo ku i ka kohët e veta. Nështë në këtë kohë, për shkak mi thonë, një thirrsi në besim të pastër në Allahun te barekotala, një thirrsi në rrugën e udhëzimit dhe adhurimit, një thirrsi që njerëzit ori kujton dalin për Allah azhjal. Sot më do mi thon magjistar, s'është fare akuzë interesante apo magjistar, ku i ron men, njerëz se marrin fort interesant këtë punë. Përpara ka qenë akuzë kogja e menume. Sot për shembull funksionon mekanizmi i shpifjes, por ka ndryshuar formati i saj. Kush e më shumë? Tash nuk thot për shembull magjistar, po çka thot? Radikal. Qasi ko ka ja, e mora vesh. Ky kejt është e merë vesh me këta punë. Ky eksperti që ngëndër. Ky kejt i kota është qarta. Tash në ke qitë në dhe zotë të rujta. E mora vesh. Qa mora vesh, lavda? Qa din të i qa ke var punë? Që ashtu, asa që ashtu të për. Ata i këtë në të kurdista. E Allahot e të wasa u bihi, belhum ka u mund të agun. A thuval, pse e bojnë njerë këtë punë? Pse gjithë njëjtat, e të wasa u bihi? A thuval, i trashëgojnë këto, këtu dekët, mos gaboni, unë e po shkojve që ju mas meje, që shtu, a të rëshëguan këta, qka bëhet puna? Mund ka u mund të agun, apo Allah thot, apo që është e arse këta, gjithë që shtu kanë te i kalu kufet, apë, të dy jetë. Edhe të rëshëgojnë, edhe kalujnë kufet gjithë më apë. E së është qështja, nuk është qështja, dëmon, argumentesh. E kuptuat ku është argumenti, a kuptuat ku është shkenca, a kuptuat ku është dhja, që atje është, sa për dhja për shkencë, kur dush. Po çështja është tek shpifjet,
tek manipulimet dhe mashtrimet. Çto është çështja? Shiko Kur'an s'na vëdison e qilë sytë vëzhnjeve. Mirë po, Allah i tha pejgamberi sa kjo ka më ndodh. Njerëz kanë me shpif, mashtrues kanë me pas, fatawalla anhum. Ti mos u marr me ata. Ti mos u tash sikurse e ke mbran. Ai ty një fjalë, ti aty një 10. Mos ja mos u marr me ata. Vazhdo misionin tënd. Wallahi kjo është udhëzim i madh i pasur. Merru me punë mira. Mos u merr me ata. Ti për cilë gjendjen jap shpjegimet e dhura, po mos u merr me ata. Mos u merr me ata. Fatawalla anhum. Kama anta bimalum. Shikoj Allah tha. Ti mos u merr me ata, nga se ti nuk je i qortum. Pse këta nuk besojnë, pse këta mojnë të si e qortum. Përdesë ti e ke qenë në mesazhin që duhet. Ti e ke shpjeguar fen që duhet. Ai ke mbajt parimeve që duhet. Ai u ke bën njerëz të qartë me dije, me urtësi dhe maturi. Se kush është Zoti dhe obligimin e Allahut, ai e ke bu. Po ja ke bu. Ti nuk qortor pse ata mohojnë. Pse përmend mbi vetë përgjegjësinë e mohimit të njerëzve. S'është kjo përgjegjësia, s'është kjo barra jotja. Wa ma anta bimalum. Qysh nuk ka qenë Musa i qortum, pse faraoni s'ka besu? Çka ka faj Musa? Alayhi salatu. Çka ka faj Nuh alayhi salam 950 ata prap desin të goditur nga vërshimet që nuk i takon njëri ashtu me vdek. Çka ki fajti kërku? O me ante bimalum. Dhe shiko Allahu xhallahu këtu e orienton pejgamberin ka me shku dhe me u shkarku nga bara e përgjegjësisë, po ndoshta jo të vëllazër. Gjithmonë e gëzoni kufi. Po është vërtet që na duhet me marrë sebepet, me konsumat përgatitur, të dishum, të organizuar, të urtë, të matur, gradual, krejt këtë në konë. Ekziston gjithmonë edhe një faktet ato. Bëdjava është, dikush nuk do në vllaut. E nuk duhet gjithmonë me i kontestu mjetët tona për dikush s'beson. Se kjo është një fatkeqësi që na ka ndodhur, me nuk e besojmë, hajtë t'i këshyrim, nështë ta këna shtrëngu, nështë ta këna shteru, nështë ta po banë shtu me bo, po gjithmonë me standarde shëretike. Nga njëre për shembull mos besimi njerëzve po na bën që na me i kontestu parimet tona. E po dëmtohet parimiteti në përpjekjen e udhëzimeve. Gabim është. Allah po ti nuk je i qortuar përderisa ti ju ke përmbajtur fjalës fastaqim kama umirt. Rrin rrugë të Allahut që të ka mësuar Zoti. A ke nejt çu ka thonë Zoti? Po kum nejt. Që kjo është e jotja Allah. Ti aty s'ki presimo për këtë punë. Besojnë, s'besojnë, gjithë ka pasë s'ka besu, gjithë ka pasë kanë shpiv, gjithë ka pasë kanë akuzu. Pse ti merr përsipër këtë gale e me rishtiku parimet e tua kur ato janë saktë e vërteta e nduhura. Kjo është mësim i madh. Po na rishikojmë, ndoshta diku në fjalë se kanë qenë gjithmonë ka hapsin nuk më mirë. Por jo me rishtiku parimet, jo me rishtiku prioritetet, jo me rishtiku qasjen. Nëse ajo veç është e legjitimuar me shpallje, që të provojmë helbet, mos po udhëzoni njerëz, jo s'ka kështu. E ka një kufi. S'beson Allah. Vazhdo ti me parimet tua. Andaj Allah tha, ti shmangu nga ata, mos u merr me ata. Ti nuk qortosh, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Vazhdo me shpërnda dijen, vazhdo me ligjërata, vazhdo me mësime, vazhdo me thirrje, vazhdo me aktivitete, vazhdo me përkujtim të vazhdueshëm. Ti vazhdo. Tek fundit nga gjithë kjo përfitojnë besimtarët. Kjo është e mjaftueshme. Kur do me besu, mjaftueshëm ka argumente. Kur do me besu, mjaftueshëm ka hapësirë, ka mundësi. Kush nuk don? Dunja është e shkurt. Gjithë ka më dhënë për Allahut Azza wa Jall, edhe ka më dhënë llogaria. Prandaj nuk bën gjithmonë bëj debate ndaj mes vetë, duke e qortu njëri tjetrin pse dikush s'beson. Na do të më qortu për shkak do të ndaj nxitim në nguti që nuk ka legjitimitet fetar, por ka bazë, ka argument, çështu ka bëu pejgamberi son. Ama ata s'besojnë, çka më bën ato? Çfarë bëna? Na vazhdojmë rrugën, na vazhdojmë tutje, u dhakir. E kjo u dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ka këtu shumë muhabet apo. E mas sa tani ka ala më shumë ajeti wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Lidhja dhe përfundimi i suzariat me adhurimin është i mrekullueshëm. Domthonë në orientimin dhe organizimin e jetës sonë mbi bazën e udhëzimeve të shpalljes që Allahu xhallahu ala ja ka shpall pejgamberin, por edhe argumentet vazhdueshme që Allah i shpalos çdo ditë para syve dhe mendjeve të njerëzve, në bëftë Allah nga ata që përfitojnë nga argumentet edhe të krijimit, edhe të shpalljes në shërbim të besimit dhe adhurimit. Allah e shpëlbej kaq për këtë pjesë. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.